shumë, prandaj dhe jam kaq kritik me Bashkimin Evropian, se e dua shumë. I takojmë atij brezi që kemi bredhur rrugëve të Tiranës, domethënë e duam Shqipërinë si gjithë Evropa. Sigurisht. Por kështu siç është, ku janë 60 apo 65 persona, të cilëve ju është hequr e drejta të përdorin kartat e kreditit, dhe nuk kanë me çfarë ta mbukë, pse kanë thënë fjalë mirë për Rusinë, apo kanë thënë që edhe Rusia ka ca interesa, dhe edhe në inkuzicion njerëzit kishin të drejtën. Që të hysh në Amerikë të kontrollojnë, po propozohet të kontrollojnë ja 5 vjet rrjetet sociale. Nuk bëhet mirë se çfarë. Jo, unë të propozoj vetëm diçka. Ti themi të gjithë këshillat? Po s'kam të lutem. Jo, se e vere dëgjoj se kjo narrativa e Evropës që s'bën një lek, që s'bën kështu është shumë popullore dhe është shumë e lehtë. Problemi është ke një zotëri këtu që thot jam sovranist, ka godit Iranin, Jemenin, Venezuelën, Nigerin, i thot Kubës bëj një marrëveshje me mua se se ke mirë punën, thot Grenlandës erdhi momenti, i thot Kanadas bëu gati se ta hoqë Albertën, tani më fal, të lutem. Është ky njeri pra ka një defekt apo nuk ka? Kjo është një mënyrë... Jo, thjesht po të pysh miqësisht tani. Se realisht jemi miq bashkë po të pysh shumë pastër. Është një mënyrë për ta shmangur atë lloj kritike që Europa e meriton. Jo, unë thjesht u mundova të lutem. Ju mundove për shmangur bisedën. Jo fare. U mundova që bisedës të shtoj dhe argument, sepse e vë re që është i vetmi argument. Brukseli është kot, Brukseli është më i keq. Po natyrisht që është që ne s'u përgjigjëm dot. Si votojmë ne në momentin që na duhet zgjedhim mes këtij dhe atij? Kaq. Në rastin kur Europa i gjykon njerëzit, i bllokon njerëzit, i dënon me vdekje, pa gjyq, më keq se në inkuzicion, se në inkuzicion të bën një gjyq. Kush të dënon me vdekje? Po pra, 59 gazetar, apo një ndërtorës dhe një kolonel zviceran, i janë prerë gjithë karta kreditit dhe nuk e lënë të udhtojnë asnjë vend, por mos i çojnë shokët bukë me hongër, nuk ka çataj bukë. Pse? Se pas ka thënë dikuj që ndoshta dhe Rusia ka ca interesa sigurie këtu dhe duhen marrë parasysh dhe interesat e tyre. Nuk është problemi çka ka thënë ai. Është fenomen në shpuna. Nëse janë 59. Po pra fenomen. Bota shumë e madhe, ka 8 miliard. Mënyra si veprohet është fenomen, sepse nesër pas nesër, kur juve si gazetar ta psonin kurrizin tuaj këtë, nëse do të jetë Shqipëria vend i Bashkimit Evropian, dhe juve me lirinë e fjalës që ekziston dhe të shtypit që ekziston në Shqipëri, do veproni po njësoj në Bashkimin Evropian, do t'ju ndërpresin edhe juve. Me thënë drejtën është më frikshme Amerika në këtë drejtim se sa Evropa. Po çfarë rëndësie ka? Me thënë drejtën. Me thënë drejtën. Jo se ju, m'fal, ju e nënkuptoni që kjo është e keqe. Dhe ndërkohë ai tjetra është pak më e mirë. Nuk është fare. Jo s'është ky rast. Nuk është fare ky rast. S'është fare rast. Mentor. Që ka një problem serioz me fjalën e lirë në Europë, ka një problem serioz dhe jo vetëm në Europë, në Bashkimin Evropian, por edhe në Britani, ku ka shkuar në nivele të papranueshme, dhe ka natyrisht që ka një kundërreagim dhe një rezistencë ndaj kësaj. Po i njëjti fenomen shfaq edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ishte me Biden për ata që ishin kritik ndaj agendës, tani me gjithë dim se çaloje po bëhet tani me shitjen e CNN-it, me shitjen e CNN-it, gjithë dim çfarë ndodh. Pra, kemi të bëjmë me një problem, me një luftë ndaj fjalës së lirë dhe të gjithë intelektualët e ndërgjegjshëm natyrisht që janë ngritur dhe e kanë ngritur si shqetësim dhe për përpiqjen që të krijojnë një koalicion për të frenuar këto tendenca, të cilat janë tendencat natyrshme. Tani rikthehemi edhe një herë tek çështja e Orbanit. Natyrisht që Orbani ka qenë një frymëzim përpara se dilte në skenë si politikan Donald Trumpi. Një frymëzim për të gjithë lëvizjen konservatore, kristiane, europiane dhe amerikane, dhe një numër i madh intelektualësh konservator amerikan janë zhvendosur dhe kanë jetuar në Budapest pikërisht për shkak të këtij frymëzimi që jepte Viktor Orban. Natyrisht që Orban është një personazh shumë i rëndësishëm në politikën amerikane dhe nuk ka asnjë krahasim